një ndër gjonat më të këqija e më të poshtrat që mundet me bë dikush është me justifiku smirën e xheluzinë e vet, tu i fut kinse ide të bukura, ide të mira, ose atë sensin e pështimit të tjerëve, ose të rregullimit të gjendjes apo të ngjarjes. Sikur se bën farizejt. E kanë një natë Krishtin, e kanë smirë, janë shumë xheloza që ai ashtu marr shumë njerëz, e për me justifiku këtë gjë thonë ta pa vinë rrumakt, tash po na mysin, ta pa shkatrojnë popullin, na shkatrojnë tempullin, e kështu vendosin me vra Krishtin. Xhelozia e smira që mveshet me djallëzi, që deri në vrasje, në shkatrim e në dëmtim, e do të me pas kujdes për saj. Por se Zoti edhe në këto situata nuk mund të rinë pa ndërhy me ndreq që shka. Zoti ndreq edhe aty ku njeri ka bon, e madje bjen shëlbimin e pështimin edhe aty ku është e keqja e njerit, sepse është Zot e nuk ka njeri.